ti investon sot do t'jetë ajo që do të kujdeset edhe për 5 vjeçarin e ardhshëm dhe për 10 vjeçarin e ardhshëm. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Është shumë e rëndësishme pikërisht për ta rikthyer prapë tek pyetjet e më përparme. Këtu është thelbi që duan rezultate. Pra nuk duan vetëm plotësimin e atyre detyrimeve që ne kemi, përputhjen e legjislacionit, krijimin e gjithë strukturave të domosdoshme sipas grup kapitujve, por mbi të gjitha duhet që të ketë konsistencë, qëndrueshmëri dhe këto reforma të prodhojnë rezultate afatgjata. Nuk e di nëse mund ta bëjmë një krahasim të tillë, po guxoj ta bëj si krahasim. Është një provim që duhet marrë në praktik, pra jo vetëm në teori apo jo. Pra në aspektin që do duhet që jo vetëm në ligje, sepse faktikisht përqend të kujdesshëm në përgjithësi shteti ynë i ka ligjet, pra ato janë mjaftueshëm të rregulluara tani më dhe kanë hyrë edhe në këtë procesin që ne tham janë duke arritur atë koordinimin që nevojitet për qenë pjesë e familjes europiane. Por zakonisht problemin e kemi pasur tek zbatimi, jo tek formulimi apo jo tek mungesa e ligjit. Kështu që kam përshtypjen që në këtë drejtim do duhet një angazhim maksimal tani për të vënë në zbatim të gjitha këto detyra. Është e vërtet. Në fakt ne jemi në një fazë shumë intensive edhe të përfundimit të parafrimit legjislacionit. Në mos qofsh e gabuar janë rreth 400 akte që do duhet prapë të parafrohen në të gjitha këto 31 kapituj. Dhe mbi të gjitha është një proces që kërkon vëmendje maksimale që gjërat të bëhen siç duhen.